Shumë, dhe pse, siç e thua, nuk është se më afekt, nuk është se më prekin shumë. Thellë, po prap mirë nuk ndihesh apo? Po, Thjesht jo. nuk ndihesh. Ta pranojmë. Imagjinoj çfarë më është në mua. Se nuk dua të bëj, as nuk dua ta përzi kur fjalën familje dhe kështu, po don kam njerëz të jashtë, e kupton? Sa të mërshme është kur unë vë kokën një stëk edhe mendoj se si ndihet dikush unë atje kam të shtëpia. Vetëm ajo më Kuptoj edhe është trajtuar shumë keq, o Bërkena, të flasim kështu se realisht qyre, me t'regu drejtën, adin që kam menu që ti... E kam një lloj konsiderante për ty se unë jam futur më vonë edhe ju njoh gati gjithëve këtu. Nga qyre veç ta them një gjë. Mënyra se si është trajtuar e gjithë kjo ime është tejet e shëmtuar. Jashtëzakonisht e shëmtuar. Më shëmtuar nuk bëhet. Edhe sikur. Unë, po, shkëmbeva një puthe me djalin aty. Edhe qa pastaj? Se të gjithë po e kryzojnë inën sikur ka bërë turpin më të madh të kësaj bote. Njerëzit po bëjnë një moralitet e pafund këtu, ai tjetër është martuar me. Shmartuar edhe flinte në privat me të vajzën aty. A mund ta them veç një gjë unë ty? Shif, ta them veç perceptimin tim ku unë menoj që ti për mendimin tim ke gabuar. Në momentin që ti hyre në shtëpi, është gjë në rregull. Okej, ke hyrë për këtë situatë.